ومن والاه ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Në ligjëratën e kaluar, autori ka folur për mendjen, duke sjellë fjalët e sahabëve, të tabiinëve, dietarëve, të njohur dhe të çmuar të umetit, në lidhje me mençurinë, mendjen, njeriu i mençur e kështu me radhë. Edhe sot dashur vazhdon autori po të njëjtën temë, duke sjellë fjalë të dietarëve të njohur në dinin tonë, cilët kanë folur për mendjen, mençurinë, cilësitë e njeriu të mençur. Është një temë të rëndësishme, të nderuar vëllezër, në veçantë në ditët e sotme ku njerëz po morin lloj fjale, mendimi dhe po ndërtojnë pastaj edhe karakterin e tyre, sjelljen e tyre, ahlakun e tyre në fjalët e njerëzve që ndoshta vetë nuk janë të mençur. Fjala e radhës është fjala që transmeton Sufjan al-Thauriu rahimahullahu ta'ala, thot ka thënë Wahb ibn al-Munabbih, një dietar të mëdhej: Ma ubidullah azza wa jalla mithli al-aql, nuk është adhuru Allah subhanahu wa ta'ala me diçka më shumë se sa me mençuri. Pra, Allahun më së miri adhuron ai që është i mençur, që din, që ka njohuri. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Vërtet frikën ja kanë Allahut dron dietarët. Kanë thonë dietarët, aq më shumë që robi ka frikën ndaj Zotit, respektin ndaj tij, çaq më i ditur llogaritet. Jo në bazë të informatave që i ka. Pra nëse një person ka shumë dije, din shumë, për fejë po flasë, din e jetë, hadite, fjallë djetarë, është i mençur i hullë, por në praktikën e ti nuk i shtet. Këti nuk i thuhet i mençur si pas Kuranit. Allahu po thëtë, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Vërtet frikën ja kanë Zotit njerëz të ditur, pra ajo dituri që prodhon pastaj vepra, që ajo është dituri që Allahu azza wa jalla e ka lavdruar. Andaj po thotë ky dietar nuk është adhuruar Allahu azza wa jalla me diçka më tepër se sa me mendjen e mençuri dhe me dije. Wa la yakunu ar-rajulu aqilan hatta yakuna fihi 10 khisal. Dhe asnjë person nuk llogaritet i mençur përderisa nuk i ka këto 10 cilësi karakteristika. Nuk llogaritet po njeri i mençur derisa nuk i ka këto 10 cilësi. Dëgjoni tash vëllezër, sepse vërtet kemi nevojë, po flas, ne kemi nevojë për këto cilësi, fillimisht me kuptu ose me kuptu rëndësinë e tyre, pastaj me ditë se ku jemi ne sipas përshkrimit të këtij dietari që ja bën njerin të mençur. Njeri i mençur nuk është ai derisa nuk i ka këto 10 cilësi. E para, el-kibru minhu ma'muna. Mendje madhësia prej tij nuk vjen, nuk është mendje madh as pak. Cilësia e parë e besimtarit mirë dhe njeriu të mençur është thjeshtësia, modestia. Mos me kon mendje madh. Po thot njerëz me qenë sigurt nga mendje madhësia ti, pra ai nuk është mendje madh
dhe me njerëz nuk sillet me mendje madhësi, nuk i trajton me mendje madhësi, nuk e nin veten në epërsi ndaj të tjerëve. Cilësia por mos me qenë mendje madhe, njerëz me qenë sigur, që ai është i barabartë me të gjithë dhe së llogarit veten në përsi para të tjerëve. Shëllëzër, mendjemadhësia është prej mëkateve të rrezikshme. Shumë të rrezikshme. Ka paramendu profeti alayhi salatu wassalam për dënimin e madh që ka mendjemadhësia. Duke thonë, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-kibr. S'ka me hynë gjennet ajë në zemrën e të cilit ka mendje madhësi sa grimca. Andaj me qenë kujdesshëm të dashur vëllezër. 2. Wal khayru minhu ma'mula. Mendje madh nuk është dhe mirësia prej tij pritet çdo herë. Është njëri i mirë, të tjerët presin hajër prej tij. Ka hajër prej tij. Khairu nasi anfa'uhum lin-nas. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i mirë është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Cilësia e dytë është se njeriu i mençur është ka dobi ose kanë dobi njerëzit prej tij. Presin prej tij hajër. Ja tërkosin derën, e pyesin e kështu me radhë. Është i dobishëm për njerëzit, ju bën mirë njerëzve. Tretë dashur vëllezër, yaqtadi biman qablahu. Udhëhiqet me atë që ka qenë para tij. Pra me profetin e selam e ka urdhë pejgamberi selam shokët e tij dhe dietarët që kanë qenë pas tij. Yaqtadi. As nuk e devjon rrugën, as nuk bën lajthitje, bidate, mirë po hec rrugës që ka tresuar profeti alayhi salatu wasalam. Cilësia e njeriut mëçëm është me pas si model të dashur besimtar profetin alayhi salatu wasalam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ka thënë Allahu azza wa jall, ju e keni profetin alayhi salam shëmbulltyrën më të mirë. Nëse doni me pas dikon dhe duhet me pas besimtarë shëmbulltyrë, rnek kanë me pasu, është pikërisht pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe njëri me të shozër është ai i cili i pason ata që kanë qenë para tij. Wa huwa imamun liman ba'dahu, e katërta. Dhe ai është yrnek, imam, pres, model për ata që vinë pas tij. E kur je model për të tjerët dhe kur mundesh me qenë model për të tjerës, kur ti e ke pasue se ke marrë shembullin e sigurt. Kur ti ke hec hapave të mirë, ti pastaj je edhe shembull për të tjerë. Keni dëgjuar të fjalën e Zotës të urdhë që një prind, një bab po hecte me të birin e tij në një rrugë të vështirë, të rrezikshme. Baba po ecë përpara, djali po ecë mbrapa. Për një moment po kthehet baba dhe po i thot djalit, kujdes o biri im, ku po i qet këmbët, sepse vështirë që ka. Çfarë tha djali? Kujdes ti o baba im, ku po i qet këmbët, sepse unë po vi në për fërkem tua. Ti kujdes. Andaj prindi dashur vëllezër, veçanti prindi për fëmijët e tij,
hoxha për xhamatin e tij, besimtari, haxhije, ai që fal kohët, namazet, që është më praktikant do të më qenë i kujdesshëm. Në mënyrë që më qenë shembull për të tjerët. Qëllimi i kësaj fjale është me qenë shembull për ata që vinë pas teje, pra sjellja jote, karakteri yt, mu bë sebeb shkak që të tjerët me ofru në xhami dhe në punë të mira. Dikush ashtu e ka, e ka thënë Allahu Azza wa Jall, sjelljen e mirë, ahlakun e mirë, dhe përmes sjelljes së tij ai i ofron i thret njerëzit. Kam përmend edhe më herët tash besimtar. Shteti më i madh për nga numri i muslimanëve sot është cili shtet? Indonezia. Për nga numri i muslimanëve. Ky popull është vëllazër, ose ky shtet, ose Islami në këtë shtet çysh ka hyrë? Përmes tregtarëve musliman cilët kanë shku atje me bë tregti. Dhe nga korrektësia e tyre në shitblerje, në sjellje, i bë model dhe ai popull i ka marrë për shembull. Andaj njeri mëshëm, edhe pason të mëshmin, po edhe bëhet shembull model për ata që vinë pas. Në veçantë ka shumë vëllezër, në veçantë me pas kujdes që besimtari në mundu me përqu një mesazh të mirë tek familja e tij. Më bë örnek për fëmijët e tij. Në veçantë në moshat e reja të bashkëzër. Në moshat e reja, fëmijët mësojnë përmes imitimit. Mësojnë përmes imitimit. Duke imitu prindët e tyre, edhe në sjellje, edhe në fjalë, edhe në fjalor, edhe në vepra. Andaj e sheh fëmin 2 vjeç, ma të vogël se 2 vjeç, halos din me fol, halos din me të përgjigj, por nëse baba dhe nona e tij falen çohet të falet. Ka e ka morë ai këto. Ose përdor shprehjet që përdorin prind dhe familja brenda. Qofshin ato të mira, runa Zot me qenë dhe këqija prap i merr fëmijë. Andaj në moshën e reja tash do të fëmijët mësojnë shumë përmes imitimit. E më shumë ti që e imitojnë janë prindët e tyre, kjo ka qenë më shumë e theksuar kur s'ka qenë interneti, telefoni e televizori në shtëpi. Tash është tjetër meselë. Sepse fëmijët fatkeqësisht në moshat të reja po kyqen në internet dhe pastaj ato po shohin e po ndëgjojnë gjëra që pastaj edhe mundohen të imitojnë. Megjithatë, me pas kujdes në rrezë që besimtari me qenë model për ata që vinë pas tyre. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. A ka fjalë më të mirë në të Allahut në Kur'an, dhe ka vepër më të mirë se sa ai që thret në rrugën e Allahut. Pra bëhet sebeb që njerëz me i ftu, me kthyn hajër. Cilësia e pestë të nderuar vëllezër, subhanallah. Kjo është të ramë bakë të është të përkërën e sëmë. Kjo është të ramë. Por në dëgjën është të me vëmendje. Cilësi e pesë që ka përmend këtë djetar, i madh e njeriu të mençur. Thot e dhullu fi ta'atillah, ahabbu ilayhi min al-izzi fi ma'siyatihi. Në nënçmimi në
në adhurim të Allahut, null të Allahut, është më i dashur tek ai se sa krenaria në gjëna. Pra, nëse nënçmohet nga njerëz, mesin e njerëzve, për shkak të fetarisë së tij, për shkak të namazit të tij, për shkak të hijabit të saj, për shkak të pantollave të tij, për shkak të mjekrës së tij, njerëz të nënçmojnë, çka e bën kështu. Thot kjo është më dashur nënçmimi në ibadet, është më i dashur se sa krenaria në mëkat. S'kan qef njerëz disa persona as me ftu ndorsëm, as me ftu neja, s'kan qef sepse nuk i del videja e mirë. E kjo është më dashur thot për atë person se sa krenaria në mëkat, pra krenaria po i pëlqyer, po mirë, po fi ma'siyatillah në mëkat ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ndaj dashur besimtar vëllezër dhe motra që përcjellin këtë video, kjo është një fjalë e ardhur që besimtarit dhe besimtarës i ndihmon me qenë stabil në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe njerëz nënçmojnë, nëse të nënçmojnë, të linçojnë, të përbuzin, bën hajgare dashur vëllezër. Bën hajgare me disa besimtarë, madje bën hajgare edhe besimtarët. Çka e bën kështu? Çka e bën kështu? Linçojnë me emra fyes. E nëse po nënçmohesh, po linçohesh, po largohesh për shkak të ibadetit dhe respektimit fesë, kjo është për të mirën tonë. Kjo është për të mirën tonë. Andaj do thotë kjo është rëndësi, dhullu fi ta'atillah ahabbu ilayhi min al-'izzi fi ma'siyatillah. Në çmimin në ibadet Allahut, në adhurim, në respektim të Zotit është më i dashur. Ibadeti kur njeri nuk e bën në çmuar. Por qëllimi është ndoshta kanë njerëz, tek disa njerëz e nënçmojnë, se vlerësojnë, të prapambetur, e prapambetur, kurse ato gra, ose disa për atyre grave që bojnë disa vepra jo të mira, quhen me emra të lakmueshëm, quhen vipa, quhen kështu, quhen ashtu, kurse nona, ose vajza, ose gruaja që ka vendosur mbulesën, që merret me fëmijët e saj në shtëpinë e saj, quhet e prapambetur, ndërsa e këtë po për qëllim kjo fjalë. Mos e bën merak. Mos e bën përderisa jetë duke bërë dhe për hir të Allahut. S'është më rëndësi. Çka po thojnë, çka po mendojnë, e çysh po të gjykojnë. Përderisa jetë duke e praktiku fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. E radhë është vëllezër, subhanallah, kjo po është në rëndësi, shumë rëndësishme, në veçanti në kohën e sotit. Cilësia e 6 ose 7. El-fakru fil halal ahabbu ilayhi min al-ghina fil haram. Varfënia në halal është më dashur tek ai se sa pasuria në haram. Varfënia nëse bëhet për shkak që ai s'po don me përzi, s'po don me hungur vetëm se halal, e kjo pëja pa mundësën më boj pasur. Personave të mençur, kjo të kata është me dashur varfënia e me halal se sa pasuria me haram. E ka thonë për vete se të shumë, ka paralajmëru që këmë orë një kohë
që njerëz nuk kanë me shiku se ka dhe qysh po fitojnë. Halal apo haram. Me nënsi është me fitu. Nësa besimtari mirë dhe i menqër është ai që e runë vetën e tij dhe nuk pranon me marë vetëm ato që e ka halal. E hab, thot me dashur, subhanallah, me dashur është, ajo vetëm që pranon, po kjo është me dashur se sa pasuria në haram. Transmetohet është dhe se një grua prej grave të besimtarëve të muslimanët të vjetër, kur flasin për të tema, grua menqër. Grua menqër e qësaj kategorie që këj imam i nderuar po i përshkruan njerëz e menqër. Gru që e ka pas qëtë cilësi, e kur pa del burri saj me shku në punë sabah, pi thotë burri, ki frikë Allah, dhe mos na birë në shtëpim ju shqy fëmijet vetëm halalit. Sepse, thotë na bojnë, këtë dynjo, thotë bojnë asabër, i bojnë asabër urisë, por së mujna me i bo sabër zjarë me gjehnemin potën tjetër. Andaj më mirë nëse është për me hik pak, po hikum këtë dynjo. Me rëndësi më ushqy halal. Kjo fjallë është jashtërisht në cita shpëzër, sidomos në kohën e sotit, që vërtet është bo vështirë me fitu dinarin halal. Jo që s'ka mundësi me fitu Allah, por lakmia me marë sa ma shumë, e qënë besimtarin haram pastaj. Punën e ko halal në parim, punon me njerëz, punon 5 lëmi sabat dhe i në këshëm. Puna është halal 100% në aspektin në parim, por e përzin e bën haram duke mashtru, qoftë në sasi, në qoftë në metër, në qoftë kvalitet, e kështu më radhë. Ndaj mos e përzi. Pak, halal, shumë është në mëcita shumë zërë. Kjo këshillë është edhe për ata djemë dhe vajza, që ka njëherë ju ofrohet një punë halal, po ndoshta paga është me ollët. Dhe ju ofrohet një punë me pagë më të lartë, por ka haram ato. Është një punë për shembull që do të me punu me alkohol, por rroga e mirë. Është një punë tjetër ku nuk ka haram, por rroga është pak me vogël. Ky bekum dhe ky nderuar po thotë që besimtari mençur jo që e zgjell, po dhe është i kënaqur që ato që është halal edhe nëse është rroga me vogël. Edhe nëse është fitimi më i vogël, a është halal? Wallahi kjo është më e mirë, më e dashur, më e bereqetshme dhe më e mirë jo vetëm të botë, por edhe botën e tjetër. Pastaj vëllazër, cilësia e ishuhu el-qut, që ka të bëjmë me këto paraprake, jeta e tij është modeste. Njeri mençur, jeta e tij është modeste. Nuk lahman shumë as dynjos. O vëllazë, na përshini që dynjoja nuk ka të sosur, nuk ka të ndollur. Se të mos në kohën me nistash me shku mas zhvillimeve, trendeve, të zbukurimit dhe të luksit dynjos, nuk ka të sosur. E besimtari mençur e bën një jetë mesatare. Një jetë mesatare.
idare me pas, kushte një jetë mirë me pas, mos me shtri dorën, mos më bë me ftjash për kërkon, nërsa me shku jeta, e mos me mujt me qelë kur syt, mos me mujt me shku kur në xhami, e mos me fal namazin, e mos me shku në haz, e mos me dhon kur zeqat, jo se i kom edhe dë punë. E pastaj, njerëz të mençur, po të dietarë bojnë jetën modeste. Ka qenë një dietar shërzër, se për selefin s'po flase. Po një dietar bashkëkohor, Salih al-Husayn, rahimahullah. Dietar i madh që ka vdekur ndoshta para 10 viteve, 13 viteve. Ka jetuar në Mekë dhe ka qenë në kohën e fundit kur edhe ka qenë të punu, ka qenë drejtor i 2 haremeve. Përgjegjës për 2 haremet, për Qabën dhe për Medinën, haremin e Medinës, xhamin e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ky post të dashur vëllezër, në shtet është i barazëleshëm me postet ministrore, sikurse me qenë ministër në njërin ndër ministritë e Arabisë Saudite, qeverisë Arabisë Saudite. Però ato paga është shumë e lartë. Po është thjesht e ka pas jetën. O vëllezër, as vetur private s'ka pas. Është më habit. Me shkun në harem, në Qabe, sepse ka pas ofër dhe është falë atë. Nuk e mujt me dallu përkundër postit lartë që i ka pas, dhe të mira dhe materiale që i ka pas, dhe rrogës së lartë që i ka pas. është përndo fotografia e tij ose video e tij në harem, në Qabe, i ka shti papuqet tjeshta për fundit edhe robe për shumë. Nuk e mujt me dallu mes tij dhe punëtorëve, atyre punëtorëve që janë prej shteteve të jashtme, që kanë kushtet kogja të dobta. Këto shozën pare ka pas, rrugën e ka pas të lartë, por ka që për akiret. I ka që për atë jetën që ka me jetu për gjithmonë. Ke jetë kalan. Andaj është humbje e madhe për një person që Allahu ja mundson me pas mall, me pas punë të mirë, me pas rrugë të mirë, edhe krejt me harxhun dynja dhe mas luksit, dhe në fund as namaz, as zeqat, as bamirësi, as jetim, as haqë. Për shka e to? Subhanallah, prej gjone interesante që ka vepru këj personi, Sheikh Salih al-Husayn, rahmetullahi, kemi vizitu njerë sekretarin e ti në Mekë, pas vdekjes së tij. Shkum të sekretarin e ti dhe përja bëjmë një pyetje, ishëm një student shqiptar, Kosovës. Se ne kishme ndëgju, kemi pas rast edhe me ndëgju, na tregon ndodhi interesante se ky ka qenë person i rrollë i kohës sonë. Thot jeta e tij është përplot me gjona të bukura në aspektin fetar. Plot. Por diçka thot çka është jashtëzakonisht pas vdekjes së tij, që kemi zbulu, thot pas vdekjes së tij kanë ardhur disa fukara në zyrën ku ai ka punu. Të drejtori i ri. Dhe për shkak të një ardhë, kemi ardhë me marë qiron. Cilën qiron?
qiron që ne një pagu që sa vjetë. Allah e na qiron së pagujna. Ajo është zyre administrative për me menagju qabën dhe medinën, imamet, mezinat, punëtorët, kush ka më falë, kush na qira së paguj. Jo, ma që së paguj që sa vjetë, na që të marëm qiron, që të zyre? Atër të kuptu që ai drejtori ja ka pagu qiron me vite zisa fukarave prej rrugës së tij. Por për meruj sinceritetin e ti, ka thonë i keni pej zyres. Që të do shëndëzër, jeta e besimtarit të mençur dhe të mirë është modeste. Është modeste. Nuk lakmon shumë, për edhe si jepet shumë masoj. Për ndryshe, hargjohet jeta dhe pasuria e të mirët e dynjose, as nuk nëzinen, as nuk hargjohet. Shkojnë ato duke u përtri. Ndaj me pas kujdes. E fjalla rodha shumë dhe zërë, subhanallah. Vërtet këto e pak trauma ndështë për besimtarët, si për nasa, Zotin e përmisot. Thëtë cilësi e besimtarit të mençur është poshtë. Yastakhilu au yastakhilu al-kathir min amalihi as-salih. Veprat e tij të mira që i ka punu i zvoglan. Si për me. Thëtë sen s'ku bone. Ku që s'ku bo? Veprat e tij të mira që i ka bo, thëtë, kur gjosë këmë bo? Kur gjosë këmë bo? U e stekthir, u e stekthir humin nga i ri, kurse i rrit veprat e tjere. Subhanallah. Dvetat munduhet me minimizu. Kur gjosëm të bo, as kur gjosë këmë bo. Tjereve, thëtë, mashallah. Po mos e pakon kë, po që ka një mu kë, po që ka bo kë. Kjo është të cilësi e mirë. E jo, disa e ka në kundër. Vetën e shemë, mashallah. I përmen. Nëse bjen puna me nejtë me disa prej besimtarve, ndoshta, s'pa thëmë 100% vesh, nëse ja lëndë në një folë, ko me folë vesh për veti. Vesh për sukseset, thoi zatë të ti. Une kumbo, une kështu. Kjo nuk është cilësi e mirë. Cilësi e mirë është veprat e tua mas në i përna. Dhe me të do pak. Me thonë që kur gjosë kumbo. Kurse veprat e tjereve, mi rritë, thonë, mashallah. Kjo është ai që ka kontribu, kjo ka bo shto. Kjo është është vëzër cilësi veprave ose njerëzve të mirë, cilësia e tetë me radhë. Subhanallah, nuk mërzitet kur njerëz kërkojnë për i ti. Së mërzitet. Për shembull, dikush mundet me qeni ka pak senet më mirë, ose ka ndonjë post, që njerëz ka nevoj me shku një kry një punë, ose i ka senet materialisht, fukaroja ja kërsosin derën, e s'jarqojnë derën, e qojnë kërkesa, e qojnë njerëz, e qojnë projekte. Janë disa njerëz mashallah të barë të Allah. Gjitha ndej në përven a i ka kontribut. E kjo për thëtë, personi mençur nuk mërzitet prej kërkesave që të njerëzve.
Alhamdulillah që Allahu më ka bo mu të tillë që njerëz me ardhë me kërku dhe mu ma ka mundësu me ndihmu. Nështë atë gjithëherë nuk ka mundësi me ndihmu, por nuk bezdise. Si vjen në rarë. Njëri prej selef do shëzër, kur ka shku dikush të shtëpia ti, me lyp një lypsar, ka shku një nevojtar, ka shku të dera një kërsit, i ka thonë mërhaben, mirë se erdhe, o ti që pasunin time ma qënë akiret. Si kur me qunë në që janë ato në ndonjë bonë për një rujtë, kur të vynë, mja dhoni fukaras është qashtu edhe e ka llogarit, po t'i jap ty e ti mi këthen ku? Realisht i këthen Allahu. Për ata ka thënë Allahu se e kush Allahut për jepë, kush është taj që për jepë Allahut ho, bërç. Kush është taj që jepë Allahut bërç. Andaj njëri me që thotë nuk mërzitet prej kërkesave të njerëzve. Nëse Allahu të ka bo person që njerëz shohin hajrën ty, që njerëz shohin zgjedhje të ti, që njerëz shohin që ti mundesh me ndihmu, më thuaj alhamdulillah, dhe mundohu me shfrytzu këtë mirësi. Ka thonë profeti selam, disa njerëz janë me fatiha lil khair, janë qersa të punëve të mira. Disa njerëz janë qersa të punëve të mira. Ka të cilët bën mirë, e qenë një punë të mirë, një vepër të mirë, bëhet se vepër mirë, a me fjalë, a me vepra, a me pare. Me rëndësi është qers, hap, ndihmon për krah, këtu, atje, ku të një, kurse thotë disa njerëz janë dryna. Drynë. Ku të një mire e mënuet me prish, subhanallah. Allah në rëtë dhe për alamin. Dhe e fundit do shëllëzër, dhe thët e fundit, e dhjeta u me drake me lashja. Të qka është kjo dhjeta? Thashtë kjo është për mëse cilës jenë ngrit ata që Allah i ka ngrit. E dhjeta shëllëzër është وَلَا يَسْتَقْبِلُهُ أَحَدٌ إِلَّا رَأَى أَنَّهُ دُونَهُ. Dhe çdo një besimtar që e takon, ky e sheh veten që është nën to, në aspektin e besimit të takullahut. Çdo besimtar i duket më i mirë se vetja e tij. Ka thonë nëse e sheh ndonjë mëkatar, thotë ndoshta Allahu ja fal. Mund është asma fol. Nëse i shen dhe një të mirë, thë që ku ka shku unë jam. Kjo është ashtë dhe cilësi e mirë, jo për me nënqmu vete, por me pas mendim të mirë për njerës, me pas mendim të mirë për njerës, dhe me pase ti dhe unë jena larë nga e qka duhe dhe kërkohet. Subhanallah, transmetohet se njëri prej djetarëve të vjetër, se lefit vjetër. Në Rafat është dëgju duke thonë, thotë o Allah, si kur të mos i shakon unë në mesin e tyre, ti kishe një falë këta. Subhanallah. Mos u pakon unë që tu, pra e ka lagajit vetën gjenahëshar. Por nështë ta unë jam sebeb o zëtë që këty në s'kim jo folë, për shkak të mirë. Kërsa se ka disa në që thëjnë, hajtë se mos keni gojle. Masi unë jam si vetë në haqë me juve, krejtëve Allah jo pranë. Mashallah të barak Allah. E kunde ta, e asoj qka kanë du të po ato. Allahu në përmisët dhe në po për e tyre cilët ndëgjojmë të fjallë
mundohemi pastaj me përmisu vetën, me ngrit vetën, dhe kjo është qëllimi. Qëllimi i kësaj seri është njohja vetës duke i pa të tjerë çka ku dhe pastaj përmisimi. Peshe modelin, po shesë çka po thojnë ata për çka kanë thonë për njerën e meqër e kështu me radhë, pastaj te din vetën, te dhënë dinë vetën kush jemi, çka jemi, pastaj më mundu me përmisu, Allahu